Lidhja e kontratave të plazheve do të fillojë pas çeljes zyrtare të sezonit veror. Lajmin e konfirmon për Blu Televizion kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brynilda Mersini. 15.000 metra do të jenë plazhe publike për qytetarët, teksa Mersini thotë se pjesa tjetër do të menaxhohet nga operatorët turistik. Sipas Mersinit, 15 maj do të jetë edhe dita zyrtare, kur do të nisë vendosja e çadrave në qytetin e Vlorës. Pas lidhjeve të kontratave, Mersini thotë se do të fillojë ndarja në teren edhe hapësirave publike, teksa garanton qytetarët se do të ketë më shumë hapësira publike për ta. Kemi pritur që hapja e sezonit turistik që do të jetë datave 9 dhe 10 maj, do të çeli zyrtarisht sezonin turistik në Vlorë, edhe do të jetë momenti që ne do të fillojmë menaxhimin e gjithë parcelave, ku e kemi ritheksuar dhe risqaruar për të gjithë qytetarët që do të ketë plazhe publike pa pagesë në 15.000 metra sipërfaqe, dhe pastaj pjesa tjetër do të jetë përsëri e menaxhuar nga bashkia në bashkëpunim me operatorët turistik. Pra ajo që dikur quhet privat, pra do të jetë plazhe publike të cilat do të menaxhojnë në bashkëpunim me privat, me operatorët turistik. Dhe shpresoj që data 15 maj do të jetë një ditë zyrtare ku ne do të fillojmë vendosjen e çadrave në qytetin e Vlorës. Ju e dini që Agjencia Kombëtare e Bregdetit është institucioni i cili është i legjitimuar për dhënien e kontratave të plazhit, edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit është duke vepruar me shpejtësi në lidhjen e kontratave dhe pastaj ndarja në teren e parcelave kryhet nga institucioni i bashkisë. Do të kenë më shumë hapësirë publike qytetarët këtë vit që mund të pushojnë falas? Do të ketë shumë herë më shumë. Duhet ta kuptojmë që një sezon turistik është gjallëria e një qyteti i cili e ka destinacion dhe qëllimin në vetvete që turisti të kthehet përsëri në Vlorë. Pra një turist të vinë në këtë qytet, të shijojë bukuritë e këtij qyteti dhe mos të abuzohet me turistin që nga çmimet, dhe pikërisht ky vendim i Këshillit Bashkiak ishte që ne të vendosim një çmim tavan prej 700 lekësh, pra që mos të abuzohet me çmimin e plazheve. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brynilda Mersini foli edhe në lidhje me projektin për vendosjen e semaforëve. Sipas Mersinit, në fazën e parë të këtij projekti janë 9 kryqëzime që do të stabilizohen me qëllim që në vimësi të ketë edhe të tjera segmente që do të përfshihen në këtë projekt. Ka qenë një shqetësim i qytetarëve, po ashtu edhe një shqetësim i institucionit të bashkisë, ku niveli i aksidente në rrugën e transballkanike ka qenë alarmant dhe për këtë arsye në një grup ndërinstitucional bashkë me policinë e qarkut ne vendosëm që të krijojmë një grup të përbashkët për të studiuar pikat e riskut në aksidenteve në qytet dhe menduam ta fillojmë me transballkaniken ku vendosen semafor për këmbësorët dhe pastaj të vazhdojmë me disa kryqëzime kryesore rrugësh ku ka qenë shumë e vështirë, për shembull le ta përmendim aty ke Riviera për policët ta menaxhonte pjesën e trafikut të mjeteve, po edhe të këmbësorëve dhe do vazhdojmë me kryqëzimet e tjera, pra janë 9 kryqëzime të cilat do të stabilizohen nëpërmjet semaforëve. Shpresoj që të disiplinojmë kryesisht këmbësorët dhe pastaj ky projekt të vazhdojë në vitet në vazhdim që të përfshijë gjithë qytetin e Vlorës. Unë mendoj që kjo është një gjë që duhet të lihet të ta shikojmë dhe ta studiojmë, por nuk është një eksperiment që bën qyteti i Vlorës. Kudo ka semafor dhe fakti që semaforët janë në gjithë qytetet e botës janë pikërisht për të rritur sigurinë rrugore të këmbësorëve kryesisht, sepse vonesa në trafik mund të jetë problem, por nuk na shqetëson vonesa në trafik përpara jetës së njerëzve. Lidhja e kontratës së plazheve, menaxhimi i hapësirave publike, por edhe vendosja e semaforëve me qëllim lehtësimin e trafikut në qytet, janë disa prej nismave dhe projekteve të cilat pritet të kryhen në kuadër të sezonit veror.